një garë e ushqimit, një garë e shpejtësisë. Të shohim se kush ka më shumë uri sonte. Në fakt kemi që të tre. Konsideroj se edhe që të tre ata kanë uri, po ne do të përzgjedhim atë që ka pak më shumë uri se këta. Cili është ai? Unë e vetë. Orki për ekipin e Klan Kosovës, ndërsa nga ekipi Alsatit, Handiu. Unë ka 3 ditë që po agjeroje pres këtë ushqim. Unë ka 3 orë që po agjeroje po e pres këtë ushqim. 3 orë. Handiu dhe Orhani janë gati për të filluar Çfarë garën. janë këto këtu? Molla, lazanje dhe shpagit. Pra, loja e parë është në rregull. Në qoftë se jeni gati, bashkëlojtarët mundeni me asistu, me ndihmu, okej? Loja po fillon. Për Pritni kantonin. 4, Orki gati. Gati. 1. Le të filloj Loja gara. starton. Hajde, publiku! Jepi, Dio, jepi! Ma e mirë se pizza, oke, dhe të më dish. Handiu e gjeti variantën e ushqimit. Për publiku mos të provojnë kënë shpi. Orki ka mbet shumë brapa, Orki ma shtejt. Handiu qenka i papa. Jasë më. Deri tani Handiu është në avantazh shumë përpara është. Orhan gotë pak, Orki. Orki. Orhani po hanë si zotni. Orhani u mësun Londër, shirë më ushqim. Edhe pak, Dio, Orki ma shpejt. Handiu po hanë si shqiptar. Dio është shumë ofër fitores. 1 minutë e 10 sekunda për ta përfunduar këtë sfidë. Jemi te mollat. Ti heqim syza ty. Pesë sekunda pa përfunduar gara, Dio ka fituar. Edhe 20 Edhe sekonda. 20 sekonda publiku, një mbështetje. Jo me do. Luftoj, Orki luftoj, por... Ideja ishte që mollëm e se nuk e kapa, pak në thash ta kërkoj bile mos mbes të zhega, po kupton? Kështu që... Par mollë ishte e thallë, molla ishte me gjem, ishte e shkëlqyme e lyme në mjalt. Një kuzhinë shumë interesante. Sun them që në Kosovë nuk më dhanë darkë, son. Ja, shiko çfarë mikpritje të jap të bëjmë ne. Mikpritje bukur, faleminderit. Faleminderit Dio dhe Orhani. Faleminderit që prodhuat show.